Përshëndetje të dashur miq. Synimi i kësaj videoje është të ndihmoj në balancimin e çakrave. Për këtë, mjafton që thjesht jeni në një vend pa shpërqendrime dhe thjesht të pranoni këtë energji, sepse energjia mund të suportojë vetëm nëse ju e lejoni dhe vetëm nëse ju pranoni. Gjithashtu sugjeroj që të dëgjoni trupin tuaj për çfarë do lloj ndjesie përgjatë kësaj videoje. Dhe nëse keni ndonjë mesazh të tillë nga trupi juaj, ta ridëgjoni atë pjesë specifike, sepse do të thotë që keni nevojë për të. Duke filluar me çakrën e rënjës, ju ftoj që të vizualizoni ngjyrën e kuqe. Çakra e rënjës është shumë e rëndësishme, sepse nëse është e balancuar dhe e hapur, lejon energjinë të kalojë dhe nëpër çakrat e tjera. Por në të kundërtën, energjia ngelet e bllokuar tek çakra e rënjës dhe ju mund të përjetoni probleme me gjunjët, me këmbët, me stabilitetin në jetë, por nëse është e balancuar, ju ndjeni më të sigurt në trupin tuaj dhe në jetën tuaj, dhe keni stabilitet dhe ndjeni më të tokszuar. Prandaj synimi është që të balancojmë të çakër me qëllim që ju të keni më shumë stabilitet dhe siguri në jetën tuaj dhe që energjia të lëvizë edhe nëpër çakrat e tjera. Mos harroni të merrni frymë thellë. Dhe kështu është. Tani më do të kalojmë tek çakra sakrale. Ju ftoj të vizualizoni ngjyrën portokalli dhe thjesht të ndjeni të relaksuar. Nëse çakra sakrale është e balancuar, ju ndjeheni më të lidhur me pasionet tuaja, dëshirat tuaja, ju ndiqni pasionet tuaja në jetë dhe jeni shumë kreativ. Në çfarë do lloj gjëje që bëni, në shprehjen e vetes, në jetesën tuaj, në punën tuaj, kudo. Dhe lidhjet tuaja janë të shëndetshme dhe ju i përjetoni emocionet pa u ngarkuar prej tyre. Dhe kështu është. Duke kaluar tani më tek çakra e pleksusit diellor, ju ftoj të vizualizoni ngjyrën e verdhë dhe fokusi juaj të përqendrohet në zonën e stomakut, duke ndier çfarë do lloj ndjesie që mund të vijë për ju. Nëse çakra e pleksusit diellor është e balancuar, atëherë ju ndjeni plot energji, plot vitalitet, ndjeni të lumtur, ndjeni të lidhur me njohuritë tuaja, me mënyra më të mençura se si mund të navigoni jetën. Gjithashtu ndjeni konfident dhe dini vlerën tuaj tërësisht. Dhe tretja juaj funksionon më së miri. Nëse keni probleme me tretjen, do të thotë që ka një lloj bllokimi të vogël ndoshta në çakrën tuaj të pleksusit diellor, ose në aftësinë tuaj për të tretur eksperienca, emocione dhe situata të ndryshme. Dhe kështu është. Faleminderit. Tani më le të kalojmë tek çakra e zemrës. Ju ftoj të vizualizoni ngjyrën jeshile. Nëse çakra juaj e zemrës është e shëndetshme dhe e balancuar, atëherë lidhjet në jetën tuaj janë të shëndetshme dhe gjithashtu ju përjetoni lidhje zemër më zemër, kur i thonë. Ju ndjeni të lidhur me gjithçka që na rrethon, me natyrën, me universin, me planetet, me gjithçka. Dhe kurse si nuk ndiheni vetëm në asnjë moment. Dhe gjithashtu, ju jeni të hapur ndaj bekimeve që janë të destinuara për ju.
Dhe unë ndjeva në fakt nevojën për të ndihmuar të hapni zemrën tuaj në këtë moment, sepse kjo mund të bllokojë që të merrni gjithçka që ju dëshironi manifestime apo gjithçka të destinuar për ju. Dhe kështu është. Mos harroni të merrni frymëthe. Dhe le të kalojmë tek çakra e fytit. Ju ftoj të vizualizoni ngjyrën blu. Të shpendosni fokusin tuaj në pjesën e fytit. Nëse keni disa kollitje për të çliruar, bëjeni. Nëse ndjeni fyt të tharë, ju ftoj që të pini ujë, të konsumoni sa më shumë ujë, sidomos edhe pas kësaj videoje, të konsumoni sa më shumë ujë. Nëse çakra e fytit është e balancuar, ju komunikoni rrjedhshëm. Ju shprehni qartë, shprehni emocionet tuaja, mendimet tuaja, keni kufi të shëndetshëm dhe i shprehni qartë ato. Dhe ju e shprehni veten tuaj lirshëm. Dhe flisni mirë me veten tuaj. Dhe kështu është. Duke kaluar tani më tek çakra e syrit të tretë. Ju ftoj të vizualizoni ngjyrën midis bluz dhe lilas, e cila quhet indigo. Nëse nuk e bëni dot, nuk ka asnjë lloj problemi. Nëse çakra e syrit të tretë është e balancuar, ju shikoni qartë përtej iluzioneve, përtej maskave, përtej fasadave. Dhe ju shikoni qartë rrugën që duhet të ndiqni, hapat që duhet të bëni. Keni një vizion të qartë për jetën tuaj. Dhe gjithashtu keni një perspektivë më të lartësuar. Dhe ky është synimi tani më, që të ndihmoj të shikoni gjërat me një sy tjetër. Dhe të zgjeroj perspektivën tuaj. Si të shikoni një pikturë nga larg dhe të shikoni më shumë se sa po të jeni nga afër. Dhe kështu është. Duke kaluar tani më tek çakra e kurorës, ju ftoj të vizualizoni ngjyrën vjollc ose ngjyrën e bardhë, cilën do që ju të dëshironi. Nëse kjo çakra është e balancuar, ju keni një perspektivë edhe më të lartësuar. Ju jeni të lidhur me universin dhe me gjithçka që ekziston. Ju mund të keni një huri për situata apo se si të navigoni jetën, të cilat duket sikur vijnë dhe ju gjejnë ju papritur sa herë që ju keni nevojë. Ju mund të merrni mesazhe nga universi, mund të shikoni shenja të ndryshme në momentin që kjo çakër është e hapur dhe balancuar. Por në të kundërtën ju mund të përjetoni disa iluzione apo mindfuck kur i thon, pra mund të keni re mendimesh, dhimbje koke, dhe ne po suportojmë që të gjitha këto të largohen dhe të lejmë diellin të dalë. Andaj thjesht relaksoni, merrni frymë. Mos harroni të dëgjoni trupin tuaj për çfarë do mesazhi që ju ofron dhe të ridëgjoni pjesën specifike ku ju e ndjet që kishit nevojë. Dhe kështu është. Faleminderit. Desha lumtur të njihesha me eksperiencën tuaj në komente. Nëse keni nevojë për çakra specifike, mund të më kontaktoni dhe shumë faleminderit.